Nderuar xhamatlie, falenderojmë Allahun ton. Dhe nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave ton të pastërt, tërhamdin, madhrimin për uljen në nështrimin, i ja shprehim Allahut krijuesit, mëshiruesit dhe furnizuesit ton. Zotin ton e falenderojmë prej tij falje, udhëzim dhe mëshirë kërkojmë, ndërsa u dërgojmë selavate dhe selamet tona të sinqerta pejgamberëve të Zotit xhaleshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti vulës së krejt pejgamberëve dhe më të dashurit të Allahut xhaleshanuhu, krijesës më të ndritur dhe më të pastërt që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës, e ai është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti dhe begatit e Zotit qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ne besimtarëve musliman, që me shumë krenari dhe me përulltësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrept sunetin, traditën e pejgamberit alayhi salatu vesselam deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, jemi në njërin nga muajt e zgjedhur të Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelleshanuhu, për çka Allahu Gjelleshanuhu në Kur'an, në surën At-Tauba, ajeti 36, na është drejtu duke na thënë Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum. Allahu xhaleshanuhu po thot, me të vërtet numri i muajve në librin e Allahu xhaleshanuhu është 12. Që prej ditës kur Allahu krijoi tokën dhe qiellin, 4 prej tyre janë të shejtë si mazbesimit të drejtë, andaj mos i bëni vetes dëm duke i shkelur këta muaj. Se cilët janë këta 4 muaj, të cilët Allahu xhaleshanuhu në këtë ajet, në këtë sure të bekuar i përmendi, na tregon pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili në një hadith të tij po thot, viti tek ne besimtarët i ka 12 muaj. 4 prej tyre janë të shejtë. Dhe ata janë Dhulqa'de, Dhulhijje dhe Muharram dhe muaji Rajab. Ne, sipas kalendarit islam, jemi në muajin Muharram. Para disa dite, 2-13 dite, e kemi pas vitin e ri të muslimanëve. Pra jemi në muajin e parë të vitit islam. Dhe muaji i parë i vitit islam është muaji Muharram, i cili është i shejtë simas Allahut Gjelle Gjelaluhu ve Gjelleshanuhu dhe simas porosive të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Dhe po thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam në një tjetër hadith që e transmeton Abu Huraira, të cilin na i sjell Imam Muslimi në sahihun e tij, dhe po thot pejgamberi Allahut alaihi salatu vesselam, afdalu siyamu ba'da Ramadan shahrullah al-Muharram. Po thot, agjërimi më i mirë pas muajit të Ramazanit është në muajin e Allahut, në muajin Muharram. Në muajin e Allahut. Pse? A muajt e tjerë nuk janë muajt e Allahut? Po, jo vetëm muajt, po çdo gjë, çdo kush, gjithçka është e Allahut Gjelle Gjelaluhu ve Gjelleshanuhu. Ne dhe gjithçka që na rrethon ne, çdo gjë që e shohum e nuk e shohum, çdo gjë që e prekum dhe nuk e prekum, gjithçka është e Allahut te bareke ve teala. Mirpo,
nga disa gjona, nga disa vende, nga disa muaj, Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu i ka shejtënu dhe i ka dalu disa të tjerë. Dhe një prej tyre është edhe ky muaj në të cilin jemi, e të cilin ne duhet veçu edhe duhet nderu, sepse Allahu Gjelle Shanuhu na ka nderuar me te. Allahu Teala her pas here, muaj pas muaj, kohë pas kohë, moment pas momenti, na ka dalu, e na ka veçu, e na ka vlerësu me disa data, me disa ditë, me disa muaj, me disa vende, me disa njerëz, e kështu me radhë. Prandaj, do të kemi kujdes që edhe në këtë muaj ta shfrytëzojmë këtë mirësi dhe këtë dhunti të Zotit Gjelle Shanuhu, që në njërin prej këtyre ditëve ta agjerojmë, sepse po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka agjerim më të mirë që mundet me bë besimtari musliman jashtë Ramazanit se agjerimin muaj Muharram, se agjerimin në këtë muaj në të cilin jemi. Prandaj, edhe pse e dim vapën e madhe, pse e pidim pishom rrethonat në të cilat jemi, mirë po, s'do mend se ne si besimtar, pavarësisht vapës, pavarësisht rrethonave, pavarësisht vështërsive, pavarësisht çështjeve që na rrethojnë, kemi nevoja të mëdha për falje, për begati, për arritje të synimeve dhe të qëllimeve tona. Edhe pse o zheg, po kem nevojë me hangër. Edhe pse o zheg, po kem nevojë me pi. Edhe pse o zheg, po kem nevojë me jetu. Edhe pse o zheg, po kem nevojë me realizu synimet edhe qëllimet e tona. Apo? E për me i realizu më lehtë ato, hajde ta shfrytëzojmë këtë begati dhe këtë dhunti të Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu. Qoftë me agjerimin e ndonjë dite, qoftë me ibadete të tjera gjatë këtyre ditëve të këtij muaji. Por pa e harru asnjëherë që ta rikthejmë në kujtesën tonë gjithherë që përveç interesimit për të vepruar vepra të mira në këto data të dalluara, në këta muaj të dalluar, në këto ditë dhe net të dalluara që na i ka dalluar Allahu Gjelle Shanuhu, ne duhet kemi kujdes të madh dhe të shtuar që në këta muaj dhe në këto ditë, në këto net të mira, të shmongemi dhe të largohemi edhe nga veprat jo të mira. Pra, të shtojmë veprat e mira edhe të largohemi nga veprat e liga. Nëse s'mujna me vepru e veprat mira, dikush arsyton veten edhe pse nuk ka shumë arsye, po hajde që pe arsytojmë, të angazhojmë me punë, me gjona, vape madhe, s'po mujna me agjeru, a mujna mu largu edhe mu shmong për veprave jo të mira? Këtë ditë po, sepse ka rrezik gjithmonë, bart me vete gjithmonë rrezikun që nëse këto ditë, veprat në këto ditë janë shumë të mëdha, veprat e mira kanë shumë shpërblim, bart rrezikun gjithashtu që edhe veprat e liga që vepruhen në këto ditë dhe në këta muaj me pos ndëshkimin më të madh se në ditët edhe në muajt e tjerë. Prandaj, përveç interesimit në veprat mira, do të interesohemi edhe të kujdesemi mu shmong edhe mu largu edhe nga veprat jo të mira. Me shtu e nej namaz ma shumë këtu ditë. Ne dojnë nej ditë me folë nej namaz edhe në gjami. Këtu ka një herë me do djeme me po folë me herë 2-3, herë vete, herë qësh po mujnë, qësh po qëllojnë. Me dalë bashkan gjitë në namazë, në shpinë e Allahot, a përshini sa flatë, sa mirë. Dhe pos kujdes, janë muaj të vequar dhe të dalluar. Duhet me i vequ edhe na. Sepse mund tjetë një lloj nënçmimi ndaj Zotit
Nëse ai na I ka quë këta muaj, na I ka quë këtë mëshirë ka shtë modhe, ndërsa na nuk e morrum, edhe nuk e zbatojmë, edhe nuk e shfrytëzojmë rastin me bo vepra të mira në këta muaj. Sikur të krahasojmë na pak me veten, hasha wa billah me krahasu Allahun me punët e tona. Po një shembull që me kuptu na pak ma mirë. Nëse na sakrifikojmë për dikon diçka, I ndihmojmë, ja bojmë një punë të mirë, ja çojmë një vepër të mirë. Edhe kur të shkojmë taj personi, taj individi që e dina që ka nevojë shumë, se Allahu e din për neve që na shumë kena nevojë, për kësi muj të mëdhaj, për kësi vepra të mëdhoja, për kësi net të mëdhoja, për kësi momente të mëdhoja. E na e dim që dikush prej neve ka nevojë për një ndihmë caktuar, edhe interesohemi e sakrifikojmë për pasurijes tonë, dolum lypëm e lutëm mikun e shokun ato, e ja grumbullojmë një sasi caktuar edhe ja çojmë me bomës me vlerësue çaj personi kur t'ja çojsh. Ko gjërën në vjen. More thune, e poshtë kiametin, u qova t'u I lut njerëzit, e t'u ngo, e t'u hargju kohë, me shkue me I ndihmue, me ato bue, një pasurie, një kse, një ato, kur ja qova, as qehrja nuk I livriti, as ftyra nuk I mrej heq. Hiç nuk ma vlerësoj këtë farvej për që e bënëm. Të nderuarit e mi. Të kemi kujdes, kur Allahu na begaton me kësi mirësi, do të me falenderu Allahun xhalleshanu. Do të me falenderu Zotin, do të me adit Zotin për nder, edhe për falenderim, këtu mirësi që për ne I qënë. Se me bomën e kalu këta muj edhe këto dit, e këto net të mëdhoja, edhe pa e dit fore që kanë qenë bile, mos pe hidhrojmë Allahun xhalleshanu. Ai po na çon mirësi, na po ikum pi mirësive tina. Allahu na falt, na mëshiroft, na begatoft, na boft me I po dhe me I dite me I vlerësue shenjat e Zotit. Mujt e shejt Allahut, ditët e mira, netet e mëdhoja e kështu me radhë, e me shfrytzu rastin, e me dojë para Allahut sa më të pastër edhe sa më të falun, ditën kur do të dalun para Tij. Sadakallahu l-azim. Ala in ahsan al-kalam.